Okej, po shkojmë drejt fundit dhe unë në fund kam bërë gati disa pyetje. Duhet ta nisim me Gendën fillim fare se di se mendon. Pyetja që quaj Mix Max, në fakt Mix Max. Jam referuar që të më thonë Mix Max. Është po se jo. Okej, ka edhe po dhe jo mund të jetë pak përgjigje më e gjatë. Jam referuar shumë Genda tek kënga Guximi. Ndoshta nga kënga Guximi më doli edhe ajo ideja për të bërë këtë Guximi Genda Ismailit. Ti do të jesh gjithmonë e guximshme në tregun muzikor shqiptar edhe nëse, më dëgjoj me vëmendje, edhe nëse të tjerët duan që të skandalizojnë me lajme të pavërteta. Ti do të vazhdosh të jesh gjithmonë e guximshme? Ti je shqiptar, po. Patjetër që po, këta e kam prej lindjes. Gena do të jetë gjithmonë e guximshme, do vazhdoj të jetë e guximshme këtë vit, edhe nëse do të martohet, duhet të bëhet bashkëshorte e mirë. Do vazhdoj të ketë këtë guxim gjithmonë, flasim në muzikë, në tregun muzikor. Thonë që po, patjetër që po thonë ndoshta do të jetë ndonjë guxim pak më ndryshe. Më ndryshe. Guximi martuar. Guximi martuar. Me status martesë. Vërtet që ishte shumë përgjigje e zgjuar kjo. Do të kuptoj shumë mirë. Okej, ti seli vetëm na dëgjoj, seli mos më tro më pas të vinë të pyetjet tua. Okej, Genta, do vazhdoj Genta të jetë gjithmonë e guximshme në tregun muzikor shqiptar, edhe nëse nuk merr pjesë në asnjë festival. Edhe nëse nuk merr pjesë në asnjë festival. Ti do vazhdosh të jesh e guximshme në tregun muzikor shqiptar. Patjetër që po, patjetër që po. Do vazhdosh të jesh e guximshme edhe nëse nuk mundesh të përfaqësosh Kosovën në Eurosong. Jo. Patjetër që po, është një dëshirë e imja. Sepse është një festival internacional, për këtë arsye skena është e mirë, gjithçka është profesional dhe jam shqiptare dhe dua ta përfaqësoj shqiptarin. Kështu që nuk është ndonjë gjë që edhe po mos realizohet, unë nuk do të kem guxim më. Edhe nëse prindrit e tu nuk të përkrajnë më, do vazhdosh të jesh e tillë e guximshme? Këtu më ke prek shumë. Kjo është një prindërit familja, është pika e dobët e imja. Dhe ku flasim për prindërit, ka edhe kështu hapësirë për të menduar. Okej, do kalojmë tek tjetra? Po? Isha duke biseduar me Seldin, por nuk e di, nuk e mendoj këtë prindërit gjithmonë e përkrahin fëmijën e vet. Edhe nuk e mendoj që do të ndodh ajo. As dua ta mendoj, nuk e di. Kurse unë Genta për mua thuaj atë që më them vesh. Nuk jetë çe për mua. Okej. Genta tha që do jetë e guximshme edhe nëse prindrit do ja kthejnë, do jetë shumë e guximshme për të arritur për t'i bërë për vete. Përsëri. Përsëri, a? Prap. Okej, me muzikë. Nuk ja bi punën me ma kthim në shtëpi ndon prind. Kjo është diçka të mërshme. Okej, vazhdojmë tek pyetjet Mix Max, do të jesh gjithmonë e guximshme Genta, edhe nëse Zoti të shfaqet në ëndër dhe të thotë të mos këndosh më. Besoj që çdo njeri e ka pas Zotin në ëndër. Kesh përgjigje. Dhe ka edhe nëse vizion të Zotit. Edhe nëse asnjë televizion nuk t'i shfaq klipet e tua, videot e tua, do të vazhdosh të jesh e guximshme? Patjetër që edhe më shumë e guximshme. Okej, të ftem në radio pa merak, kështu që do vazhdosh të jesh e tillë nëse merr vesh qof larg që do të kesh vetëm edhe një javë jetë. Qof larg. Do vazhdosh të jesh e guximshme në tregun muzikor shqiptar, edhe nëse ti e merr vesh qof larg, e thamë përdorëm këtë. Po, kuptoj. Që do të kesh edhe vetëm një javë jetë për të jetuar. Ti do vazhdosh në atë një javë të jesh shumë e guximshme. Po, do të jem e guximshme të bëj gjëra të cilat me shty jetën të jetoj edhe më gjatë. Do të përpiqem ta bëj atë. Do jesh kështu edhe nëse dikush të kërcënon me jetë? Patjetër që po. Edhe nëse askush nga kolegët nuk të thot bravo asnjëherë, do vazhdosh të jesh e guximshme? Po. Okej, po, e lodhëm Gendën. Jo, kom lodhe, ishin pyetje shumë e vënë, shumë të mira. E tani japim nderin dhe kënaqësinë Seldit. Seldi,
Do t'i thuash gjithmonë vetës këno edhe nëse. Tani një sekond para se të vazhdosh pyetjen time. Ti e do me po, jo apo edhe me arsye tim? Po dhe jo dhe arsye tim. Okej, aha. Ti ke vetë qef arsyetimet pa merak. Atëherë, do t'i thuash gjithmonë vetës Seldi këno edhe nëse Sinani nuk bashkëpunon më me ty. Sinan Hoxha. Absolutisht po. Edhe nëse Nusja do të thotë jo. Lasëm këtë martohesh. Nusja, po nuk e marr një nuse që do thotë jo. Nuk e merr. O bo, flaka që tha pak më parë. Po jo normal se kur unë të vendos të martohem, domethënë që me vërtet do kemi nuse që do më kuptoj në çdo lloj gjëje në lidhje me profesionin tim. Kështu që po. Do të thua gjithmonë këno vetes edhe nëse prindërit do të thonë boll këndove. Do ja kisha kënduar këngë bukur për kështu privatësisht për ti bë për vete. Do të thua gjithmonë vetes këno edhe nëse mediat nuk shkruajnë që ke qefti dhe nuk flasin më për karrierën tënde. Nuk shkruajnë fare, as nuk interesojnë për ty, as nuk flasin për karrierën tënde. Ti do vazhdosh të këndosh. Do thua vetëm këno Seldi. Po, dhe unë të premtoj që do kisha bëj një këngë që të gjithë mediat nuk do rinin dot pa shkruajtur për mua. Edhe nëse fëmijët e tu Seldi, edhe nëse fëmijët e tu do të thonin o ba, nuk po të shkon, mos këndo më. Dhe unë do i thoja, rrit keqen babë si e i vogël, nuk më vesh me të punë. O bo. Kur të rritesh do i thoja? Ta kuptosh. Edhe nëse do të këndonte një këngëtar që do të ishte soze, që ngjan komplet si ti, në të kënduar duke komplet, dhe shpeshherë do të ngatronin ty. Mund të jetë një soze që mund përngjam, po nuk është një soze me atë çka unë i ofroj publikut. Mund të jetë një soze, po themi nga ana pamjes, mase mund të jetë më i mirë, s'di po. Po kur ato që sepse ka një problem që dhe ke sozet shpirti ndryshon. Pamja është e njëjtë, por shpirti ndryshon dhe njeriu ndjen shpirtin, jo pamjen. Edhe unë këtë kam dashur gjithmonë ta rikë publiku që të ndjej të shohë shpirtin tim kur këndoj, kupton? Jo të më shohë mua nga pamja se sot jam ky që jam, nesër ndryshoj, bëj më i keq, ku di unë edhe kjo do thotë që publiku do më largoj, sepse un kam ditë se ç'a ja publikut dhe do di gjithmonë se ç'a do ja publikut. Publiku do ja do të thuash diçka apo? Këtë që po e tha Seldi, e ka thënë edhe para 2 ditësh kur kemi ndajt bashk. Domethënë po të njëjtën gjë, kështu që. Dhe është e vërtet. Po, edhe më ka pëlqyer shumë. Pra edhe publiku kupton shpirtin e një artisti, pavarësisht se mund të ngjajnë artistët. Do t'i thuash gjithmonë vetes këno edhe nëse do të këndonte, jo, edhe nëse kemi kaluar këtë pyetje tjetër, edhe nëse asnjë nga femrat këngëtare nuk do të bashkëpunonte kurrë me ty. Që ti do të kishe pasur dëshirë për shkakun. Nëse asnjë nga femrat nuk do bashkëpunonte me mua, do bashkëpunoja unë me atë. Do të vazhdosh të këndosh. Normal që po. Do të thuash gjithmonë vetes këno edhe nëse mjekët do të thonin se nuk bën më, po dëmton shëndetin. Mjekët. Faktikisht unë do të thoja, unë po ja rregulloj shëndetin vetes time dhe po ta rregulloj edhe ty, po ku është problemi që ti s'do që të kënoj jo. A kene i gjë me mund të thoja personale? Do të shpallë luftë. Okej, të kënonta në Mixmax. Edhe nëse nuk ke asnjë fitim nga kjo punë, s'ka problem, unë nuk e kam nisë si fitim këtë punë. Kur nuk e kam nisë si fitim këtë punë se ku isha fëmijë që shkova në shkollë, ku dija unë vllai që u fitote leku me muzikë, unë thjesht kam shku sepse e kam ndier, e kupton? Aty më qante shpirti, si më thon, nuk rria dot pak no. Pak më parë në opera nuk qëndron për arsye se s'ka pageste, mos harro. Po pra, po ku isha i vogël thash unë jo sot, po sot ndryshon puna, se sot unë normalisht unë do maj familjen, kupton? Edhe unë s'kam se ta maj familjen me 100 euro, po nëse nuk do ishte muzikën do ta bëja, do kisha një punë tjetër. Po dhe do bëja një punë tjetër. Po absolutisht po. Edhe pastaj ne kemi fjalën vetëm te muzika, vetëm për të kënduar kemi fjalën. Okej. Edhe nëse beson se bota po mbyset në këtë vit që jemi, siç flitet, që unë nuk e besoj. Do vazhdoj të këndoje? Do vazhdoja. Jo, dëgjoj. Shi tregoj diçka. Do isha me familjarët e mi dhe vetmja këngë që do këndoja do ishte Kuqezi. To vdesh patrioti di. Po normal që po. Ti s'kam më pyetës për ty. Po ti mundolla gjeni një pyetje tjetër. Po më pëlqej. Okej, të lexojmë sa mesazhe Genta, me që ti respekton të dëgjuesit me shumë kënaqësi. Mesazhet ti tu. Genta, tani mesazh dashurie Genta.
Okej, të përfundosh për kanto duhet një zë i bukur, thot mesazhi, dhe i fuqishëm dhe një punë e madhe. Ti ke arritur këtë gjë dhe ne jemi thot të bindura që ti interpreton këndshëm. Kaq ishte, some text missing, se duket vjen pjesa e dytë me siguri. Me siguri çikat janë duke të shkruar vajza. Po desa dhe flakas, kur nuk e uaroj emrin. Jo, me vërtet, po interesante, me vërtet pyetje me shumë vend. Më pëlqen me vërtet pyetjet që bën. Ato që kanë adhuruar se vërtet. Një mesazh i radhës thot kështu: Maxi, nuk kam tjetër që të them, vetëm i përgëzoj Seldin dhe Gentën për sukseset arritura, dhe Zoti që këto suksese t'i prinë gjatë gjithë jetës. Përshëndetje, thot Visari, përse i ka shkruar. Atëherë Visar, shumë faleminderit. Kam vazhduar koncerti këtu live në Top Sova Radio. Visar, me vërtet shumë faleminderit, edhe realisht shumë po përjetoj mesazhe interesante dhe të bukura. Për Gentën e dija që do kishe shumë mesazhe të mira, po për mua është hera e parë që ti dyshoje të vjen në program. Jo, nuk dyshoja. Unë nuk dyshoj, po ore sa dyshoj çonsi, ka më vlla erdha, kjo është e rëndësishme, po problemi është që ka menduar gjithmonë, kuptohet që ka dhe njerëz që nuk të pëlqejnë, dhe unë i pranoj dhe ato njerëz. Interesant, shkruani një SMS që nuk pëlqeni. Okej, vjen një mesazh për Gentën, po me Genta thot, e gjithë posta imja të ishte nuk do të ishte boll, t'ju shkruaja juve sonte. Okej, ju falenderoj për përgjigjet dhe ju puq fort Shyreti. Shyreti prap? Shyret. Faleminderit shumë. Vërtet që po na çon mesazhe, po na përshëndet, edhe unë, edhe Seldi, të duam shumë. Zakonisht merrni mesazhe, komplimente nga fansat, për shembull ju të dy? Do që të merrni për çdo ditë. Për çdo ditë. Po. Ja ktheni për çdo ditë. Keni aq sa ka mundsi, ja u kthej atyre të cilët arrin deri te sytë e meu se te veshjem. Okej, mi mbrëma thon një mesazh tjetër. Ju përshëndes krejtëve, jemi dy fansa të flakta të Gentës. Delfina e thot dhe Besa, Gent, a presim ndaj këngë tre nga ti natën e mirë. E përshëndes edhe Delfinin edhe Besën, shumë. Po. Domethënë kam këngë të re që po realizoj. Kishte kohë. Po njerë jo, e kam pushimin, që është 1 muaj, do të pushoj, e pas 1 muajsh do të filloj me mbaru këngët e mia. Me aktivitetin. Po. Si gjithmonë. Kishte kohë që telefoni Nokia jon këtu që nga vjen mesazhe të harxhohet ka shpejt me bateri. Wow. Sonte është harxhuar me shumë mesazhe që kanë ardhur për Gentën dhe për Selin. Është kënaqësi shumë e madhe. Të dyve, kështu që është kënaqësi, faleminderit shumë. Okej, Genta the që do të pushosh tani, ku do shkosh për të pushuar? Në Amerikë te familja ime. Te familja. Po, te familja, më ka marrë shumë malli. Dhe se mos të mbushet mendja për të jetuar atje përsëri, mos të mbushet mendja, të rish atje. Jo, se nuk mundem me lon fancat këtu edhe nuk e ndroj Kosovën me asgjë. Seldi, ka pushime janari për ty pas punës gjatë festave të fundvitit? Ti planifikon? Apo unë faktikisht familjen time e kam në Tiranë, edhe po mendoj me ikë edhe unë në Tiranë, me taku familjen time, se gjithë të kohë kam qenë realisht kam qenë diaspor. Tirana po në Suediti do të shkosh të pushosh. Edhe në Tiranë po thoja. Edhe kam qenë gjithë kohë kam qenë në lëvizje, dhe kështu që vërtet nesër dua të shkoj pak të takoj. I ka marr malli, edhe më ka marr malli shumë. Po jo, aktivitetin nuk do ta lë sepse duke qajtë. Po jo, aktivitetin nuk mund ta lë sepse tash është koha ime. Edhe kështu që ti do një këngë të re tani? Solo, bashkëpunim, po mendon apo? Po. Këngë kam, por po mendoj se ç'a vërtet un do sjell në tregun shqiptar. Kuptoj që do dalin diçka shumë ndryshe. Edhe për këtë e garantoj, ju garantoj domethënë. Po ashtu edhe unë ju garantoj që herën tjetër kur bëj këngë kemi mi ka televizionit krejt.
Natyrisht suksese për këtë gjë. Edhe në Amerikë kam dëgjuar Genta, me që pak më parë ke përmendur ti familjen Saraçi. Në Amerikë Seveni është duke konkuruar në një event atje. Po, Seveni. Do mbështesë besoj ku të shkosh edhe ti. Patjetër, doja të them që çdo shqiptar kudo që është, që arrin ta dëgjoj këtë lajm, të votojnë për Seven Saraqin, sepse vërtet e meriton. Ai ka marrë pjesë edhe në albumin tim të fundit, ku ka shkruar disa tekste dhe ka bërë disa melodi. Është një talent i jashtëzakonshëm dhe unë besoj me shumë zemër që ai do të arrijë shumë në të ardhmen. Vetëm është duke ecur në atë rrugë, është duke shkolluar, dhe unë nuk e di, unë atë djalë e du shumë, edhe e çmoj shumë. Prindërit e tij të kanë mbështetur tani ti të takon ta mbështesësh Sevenin. Patjetër unë i mbështes talentet e vërtet. Nuk doja ta mbështes edhe pse e kam kusheri ose daj ose teze ose çik dajës apo çapo di. Nëse nuk e ka talentin, atëherë kisha më thënë që mos vazhdon këtë rrugë, kisha mi dhënë men dhe kisha mi thënë që muzika është vetëm për ata që e kanë të lindur. Duhet jetë e lindur. Jo vetëm ta bëj se dikush e don muzikën, ka dëshirë të bëhet muziciant ose këngëtar dhe prej dëshirës të madhe ai vërtet çohet dhe bën atë gjë. Po nuk shkon ashtu, duhet vërtet ta kesh të lindur. Se në fund fare çfarë të duash më thua është. Kështu që Seveni e ka të lindur dhe duhet ta mbështesim gjithë. Edhe urojmë shumë sukses Seveni. Na vjen mirë me tepër që pse jo në Amerikë një shqiptar të arrijë sukses. Seldi me së. Seldi. Po them diçka. Maxus. Maxus. Të them në fund fare çfarë duash më thua diçka që nuk e ke thënë asnjëherë në një media. Që si ke thënë kur? Tani të kuptoj diçka, kjo është mbyllja e emisionit? Që po më thon? Se do të mërzit ti? Ta mbyllim? Jo, unë mërzita që po e mbyll. Po e më vërtesh. Jemi drejt fundit, po. Drejt fundit. Mirë. Po pse? Okej. Po them diçka. Po jo me fjalë. Okej. Shqipërio nëna ime, ndonë se jamo i mërguar, dashnin tane zemra, kur s'ka me harue. Ajde Genta. Oj Kosovo, nëna ime, ndonë se jamo i mërguar, dashnin tane zemra, kur s'ka me harue. Dë njerë fjalët janë të tepërta. Kështu që faleminderit shumë për ftesën Max, përgëzoj për punën që bën. Do kisha shumë dëshirë të takoheshim sërish në këtë emision, po sigurisht që do takohemi. Jeni të mirë pritur. Do që çdo këngëtar e para që vjen, e para gjë që thot kur vjen në emision dhe e fundit që thot është përshëndes publikun. Por realisht pa të publik, unë dhe Genta jemi të vdekur. Të lumë goja ose ju dua shumë bukur. Ju dua shumë. Unë do falenderoj shumë Seldin që e këndoi këtë këngë të mrekullueshme. Oj Kosovë në naime. Unë ndonjëherë jam prekur, ka qenë mbyllja më e bukur që më ka ndodhur ndonjëherë në një program me artist. Kështu që ju siguroj për këtë. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Faleminderit Genta, faleminderit Seldi, dëgjofshim gjithmonë lajme shumë interesante, unë jam këtu për lajme të bukura, lajme të mira, të vërteta. Shumë faleminderit. Të mirë pritur. Okej, ka qenë Genta Ismaili dhe Seldi në programin ton sonte, ndërsa ju vazhdojmë të shoqërohemi me muzikë. Ne ju përshëndesim këtu.